Njerëz internet, sa YouTube, sa, por sidomos ju që jeni shikues të Ani Report, unë jam këtu me një vajzë që ngjason pak ta them përshtypjen time, se mos ofendohesh, ka marrë mirë. Se kur e pash kështu, tha unë jam Bjonda, pasi më kishte thënë emrin. I thash në fakt si emri jot Qënke, sepse quhet Bukurosha. Edhe unë i thash në fakt si ke emrin dukesh, tha po jam Bjonda. Gjë i thash edhe me këto pak quka që ke, dukesh fik si ato fshatarkat e Gjermanisë. Po ti mos u ofendoj, thash se nuk janë si fshatarët e Shqipërisë. Jam fshatarët jashtme ata. E dashur Bukuroshe që shkurt, si mendoni juve, si mund ta thrasim shkurt neve Bukuroshen, ha? Po si thrasin shkurt? Me këtë orë që qesh, po të bëjmë emisionin. Nuk prononcoj për media. Mua ma thanë njerëzit të vërdalja, bëj një gjiro një kamera lëviz pak shu. Opja, ka spiuna sa dush vërdal, që ma thanë se ndryshe Bukuroshen e thrasin qufom. Por gjitha këto nuk kanë asnjëra rëndësi, se unë s'jam për asnjërën nga këto këtu, do me thënë ne të dyja nuk jemi këtu sepse ajo e ka emrin Bukuroshe, as se duket kështu si e jashtme. Si Gjermane. Neve jemi këtu sepse në radhë parë Bukurosha është një designer shumë e mirë, ti ke kaq kohë në fakt që ke një atelier tënde. Po, sa po një 4 vjet po. Pak a shumë, edhe pak muaj mbushen 4 vjet. Edhe çfarë bën atje? Veshjet për femra kryesisht. Është kaq e talentuar kjo vajza këtu dhe ka kaq idera të çmendura, sa në një prej lokaleve më të Tiranës, tek Irish Pub, që është një birrari në fakt më tepër, i ka veshur të gjithë kamarierët me funde. Do të thënë kamarierët meshkuj i ke vesh me funde. Dhe i kesh bërë kështu si ata skocezët. Ideja po s'janë funde me pala me kuadrata ato. Funde me pala me kuadrata. Shikoj gjeta, fiks ngjyra. Ideja është në bashkëpunim edhe me Besin, ata e pranuan, do të thonë ideja është ishin të dyja palët në një mendje për ta bërë këtë gjë dhe normalisht u pranua edhe nga stafi, ata kanë dalë shumë cool. Shumë mirë. Shumë mirë. Megjithatë unë kam ardhur këtu për një tjetër gjë, për një nisëm që mendoj për pret Bukurosha që ta themi. Është një nisëm që shumë prej jush mund ta kenë vënë re edhe në përfaqe të ndryshme në Facebook, sepse po bëhet në fakt propagandë madhe në lidhje me këtë. Të riciklojnë xhinset, por si? Këtë do na shpjegosh ti. Po. Ideja është ne kemi ndërmarrë një nisëm për të ricikluar xhinset që t'i kthejmë ato në trasta pazari. Dhe me këtë ne synojmë që trastat të përdoren në masë nga gjithë konsumatorët për të bërë pazar. Dhe qëllimi kryesor i kësaj nismës është që ne të heqim përdorimin e qeseve plastike, që janë shumë të dëmshme për mjedisin. Kjo është ajo që ne synojmë. Në një të ardhme të afërt ne duam që që një nga synimet kryesore është që qesja të zbardhet në faturë, siç është në shumë vende të botës. Dhe kështu ne mund të edukojmë konsumatorin që të zgjedhë. Dhe alternativa e dytë është trastat që ne po bëjmë nga xhinset, që janë shumë trendi, janë shumë unike, janë shumë praktike. Shumë mirë. Në fakt një nisëm të tillë unë e kam hasur një vit përpara dhe ka qenë me bluza. Tani do më shpjegosh pak si funksiononi juve, pra si e bëjmë ne këtë gjë, në kuptimin që unë pash një vajzë që tek ai koshi aty, mund ta filmojmë. Se ka dhe një gjë të mirë ky lokali, që kudo që lëviz ja, opa, mund të ulesh. Ashtu ja. Lëvizim dhe ulemi dhe këtu. Dhe te kjo koshi këtu pash një vajzë që hodhi xhin. Po, ky është koshi jonë ekologjik që është në shumë vende të Tiranës, në bare, në klape, në universitete, do jetë shumë shpejt në gjimnazet e Tiranës, ne po bëjmë një fushat shumë të madhe për të ndërgjegjësuar sidomos të rinj. Ka qenë dhe në një kopësht në fakt koshi ekologjik dhe nga kopshti ka ardhur plot. Ashtu, po, fëmijët janë shumë të vëmendshëm dhe i pranojnë shumë shpejt dhe ne nga aty duam që ta nisim. Ku i keni për lëvizjet? Për shembull, sonte në darkë njerëzit që janë mbledhur këtu, janë mbledhur sepse është përcaktuar dhe unë nuk kam ardhur rastësisht në orën 9 të darkës. Do të kishte një mbledhje tek lokali Funky Mustache dhe këtu brenda, do të
vinin gjithë njerëzit dhe të dorëzonin xhinse. Po, kjo Voni në vende të ndryshme këtë gjë? po në shumë vende. Ideja është siç jemi, ashtu sikurse jemi të mbledhur sot tek The Funky, kemi qenë dhe në shumë bare të tjera në universitete, që aty synoj që ne edhe të ndërgjegjësojmë, por dhe të grumbulojmë xhinse. Sepse ne duam që nisma jonë të fillimisht të ndërgjegjësoj studentët dhe të rinj se sa e rëndësishme është riciklimi, se gjithë bota po shkon drejt kësaj gjëje. Dhe sepse duke ricikluar ne heqim dy ndotës shumë të mdhenj, xhinset që përdoren masivisht dhe qeset plastike që përdoren më shumë se masivisht. Edhe që nuk duhet të përdor. Po, që nuk Tani unë dua e dashur bukuroshe, nuk është nuk jam unë jam dhe gjatë, po nëse është ulur kjo prandaj. E dashur bukuroshe, të lutem përfito pak nga kamera ime dhe lëshoj një mesazh për gjithë ata që mbase mund të jenë të interesuar se ku mund t'i dorëzojnë xhinset e tyre që ato pastaj të përkthehen në trasta. Koshat ekologjik janë Tiki Bar, People Bar, Irish Pub, Bar Radio, Kooperativa, Tu ke Funky Te Funky, jemi tek Universiteti Epoka te New Yorku, Universiteti New Yorku, tek Universiteti te UET-ja, te Universiteti Evropian, dhe ndërkohë që koshat rrin një kohë të caktuar në disa pika dhe mbarojnë funksionin të tipit 15 ditë ose një muaj, varet se sa të interesuar janë njerëzit, ne i lëvizim këto kosha. Njerëzit, ato xhinse që nuk i duan më, çfarëdo lloj rrobe, por që është xhins ose do, material jeans. po, mund ta sjellin në koshat tanë ekologjik dhe ne pastaj do ta kthejmë në çantë. Tani, si e ktheni ju në çanta? Dhe ku pastaj marrin këta njerëzit trastat? Po, atëherë, mbasi ne i marrim xhinset nga koshat ekologjik, i live, dhe fillojmë punën në atelier, i dizenjojmë xhinset simbas çantave simbas xhinseve që simbas madhësisë, ngjyrave, bëjmë kombinime të ndryshme. Çantat janë në disa pika shitje. Aty ku ne kemi koshat ekologjik, lëm dhe disa çanta për shitje. Çantat janë në shitje vetëm me çmimi është vetëm kosto e prodhimit. Ndërkohë, kemi ndërmarrë edhe për të kaluar pak më shumë se çantat e pazarit, ne kemi filluar që të prodhojmë dhe çanta të personalizuara. Për shembull, ti mund të bësh mua nëse unë sjell xhinse, një çantë me emrin tim. Po, patjetër. Po, vime se dua me emrin e burrit. Okej. Jo, nuk e dua me emrin e burrit. Dgjoj, me që të dy kemi emrat me D, unë na bësh një D të madh. Okej. Do lloj çanta. Po, ne bëjmë në fakt çdo lloj çante. Kemi filluar të bëjmë çanta për bookshope, çanta për beba, për mamat që sapo kanë lindur beba dhe duan atë. Po, që të mbajnë një çantë. Po. Çanta për të rinj që i mbajnë për çanta shpine. Çantat vogla, kuleta, janë shumë trendi. Qufo, do të thosha bukuroshe. Dgjoj tani. Të gjitha këto çantat njerëzit ku i gjejnë, blejnë? Po. Jemi në disa. Ti po biznesmi. Me xhinse të fal me mi. Po ti do të çosh në supermarketin mi. Që të mos ekzistojnë më. Shumë shpejt ekzistojnë më, qeset plastike. Po. Ne jemi në bisedime me 3 rrjete supermarketesh që janë në Tiranë, por shumë shpejt besojmë që do jemi në një. Dhe shpresojmë që ata ta promovojnë edhe ta përkrajnë nismën tonë ashtu sikur se kanë përkrahur të gjithë, sepse kjo është e mirë për të gjithë ne. Kështu që sidomos unë tregoj me keqe tani. Desha thosha po sidomos është e mirë për ty, në kuptimin që bën. Po është e keqe për me një bukuroshe dasara. Kjo është shumë e vërtet. A shpëtemi që ti dukesh si ashtetësemi. Jo, vërtet, për te shakave, iniciativa është me të vërtet për t'u përqafuar. Se unë pastaj bëhem çike poshtë kështu, por nuk është dasha keqe. E bëjmë më tepër për batut, ti të fitosh sa para duash, derisa po lodhesh, duke e nisur këtë iniciativë. I meriton të gjitha. Je duke punuar ndershmërisht, ka njerëz që nuk dihet se si fitojnë fare parat, por nëse kjo është histori tjetër, ç'na duhet neve me këtë. Është një iniciativë shumë e bukur, është mirë që në gjitha lokalet që bukuroshja ju tha, të shkoni dhe të dorëzoni xhinset tuaja
ato që janë të vjetra, sepse ato përkthehen në çanta shumë të bukura që mbi të gjitha na ndihmojnë që ta kemi vendin ton akoma më të pastër. Jemi shumë të zotë që të tundim atë flamurin dhe tregojmë që jemi nacionalist, por e rëndësishme është të bëjmë diçka për vendin ton. Po nuk filluam të bëjmë konkretisht me vepra diçka për vendin ton. Të tundësh flamurin dhe të bësh tatuazhe shqiponjën ose të mbash vazëlën nuk do të thotë që ke bërë diçka për vendin tënd. Dua të them dy faleminderit shumë të rëndësishme ato zonja që punojnë me mua. Dhe që janë bukurosh, jam shumë për. Dhe Partners Albania dhe Jeff që kanë mbështetur këtë iniciativë. Ndërkohë, dua që të gjithë ata që hedhin xhinse të bëjnë të lodhen pak, por dhe të bëjnë pak trendi. Kur të hedhin xhinse të koshat ekologjik, duhet të bëjnë një postim në Facebook ose në Instagram me hashtagun uricikluesi. Okej. Po unë do ta bëj? Po patjetër. Mirë. Ke detyrim. Unë jam detyruar. Jam këto. Mirë, po tani do ikësh ti? Jo. Po do ikësh ti tani se unë do të bëj një intervistë të vogël me Arbrin që ka lokalin Funky Mustache, që është mbështetës i kësaj nisme dhe normalisht edhe Arbrit i themi faleminderit. Ciao. Ciao. Jemi mbrëma njerë. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta vërtet, unë vi gjithmonë me shumë kënaqësi ke ky lokal jot. Se është shumë i bukur, gëzuar njerë. Shiko, vetëm këtu e. Nuk vi në darkë, është e vërtet. Shiko, unë nuk e kisha pirë ndonjëherë verën në një gotë të tillë. Gjë, nuk është gotë, është filxhani që ne Në një gotë, një filxhan. që e përdorim, po në fakt është për të përmshehur verën e nxehtë, vin brûlé në frëngjisht ose mulled wine në anglisht, që përdoret pikërisht në këto momentet e krishtlindjeve, sepse del jashtë në vendet nordike, mundon ato. Në Gjermani e kam. Edhe në Francë. Për ta bërë për të pjesën e festiviteteve. Shumë e vërtet. Megjithatë, e kam pirë ndryshe, jo me një filxhan, se po thosha gotë, me një filxhan të tillë. I ke hedhur brenda kësaj verës së nxehtë edhe moll, portokall. Moll, portokall, kanellën, trëndafika në shikë dhe ka gjysh pasaj zihet kjo dhe krejon atë edhe mjartë, varet se si e ka ai zotëria që është aty mbrapa. Mirë, megjithatë unë erdha tek ty siç edhe e prezantova nga intervista e parë me Bukuroshen që të të përgëzoj një herë për iniciativën që e kem mbështetur. Faleminderit, absolutisht. Riciklimi si koncept është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Domthonë, nëse vjen në formën e xhinseve apo në forma të tjera, nuk është e rëndësishme. Rëndësishme është të bën hapa cilësor dhe njerëzit ta njohin si koncept, sepse është pjesë kulture. Shqiptarët nuk e kanë pjesën e kulturës, është akoma te pjesa që të marrim sa më shumë, të marrim, të grumbullojmë, të harxojmë, por nuk e dinë që nëse harxhon pa hesap, një ditë do vi mbrapa si bumerang dhe do të kthehet. Të shohësh siç e kemi parë Shqipërinë që ka plera sa të duash. Shumë vërtet. Ka shumë makineri të ndryshme të cilat nuk përdoren prapë për të vënë në funksion të ndryshme. Kjo në vetvete është shumë iniciativë interesante, është rinjore që vlen. Mirë, mua më pëlqeu, unë mblodhem. Mblodhem po, goxha. Edhe është mirë që njerëzit po bëjnë këtë. Po. Njerëzit tani si funksionon, e din, sepse për shembull unë bëra në intervistën me ato që pastaj i kthen këto xhinse në çanta, po. Bëm një anoncim se kush janë vendet ku njerëzit mund të vinë të dorëzojnë. Një nga këto është edhe Funky Mustache, ku ne kemi vendosur të kosh gjigant. Ndodhet Funky Mustache ka rruga Mustafa Matoiti, që themi Shtëpia Sales, po leje çfarë thotë. Shtëpia Sales, po e bukur është që rruga në vetvete
Mustafaj ka pas mustaqe. Shumë e bukur. Dhe Ka me prandaj mustaqe, po. Ka qenë një koincidencë apo me të vërtetë jeni nisur nga Koincidencë e lumtur, koincidencë e lumtur, koincidencë e lumtur. Po që këtu mbledhen gjitha xhinset për njerëzit që duan të riciklojnë ato. Mirë, tash unë isha kurioze kjo goca. Si jemi? Mirë. Falë, se kjo goca ishte me Arbrin. Po nuk do t'i themi gjë njeriu. Po në fakt erdhi dhe dorëzoi një palë xhinse ne të pam ty. Unë i dorëzova xhinset e mia. Më duke nisëm shumë interesante. Po. Dhe isha e gatshme që Shumë mirë bëre, por si e mësove ti? Domethënë, po të pyes kështu në rolin e një klienti të thjeshtë që nisëm që e dëgjoja për të parë në fakt që këto xhinse do bëshin çanta dhe më duk shumë interesante. E mora vesh nga Facebooku sepse Arbri kishte hedhur si informacion. Dhe thash pse jo. shumë mirë, hata në bën Facebook, e shikoni, kështu që bëjni faqes Të faqe dhe funky mustache. Okej. Edhe funky mustache, po unë do thosha që ti bëjnë recycle jeans, ti bëni patjetër like sepse aty të keni gjitha informacionet edhe të gjitha lokalet. Faleminderit shumë. Faleminderit ti që Në një gjë për të shtuar që unë e harrova. Po. para se ti kishte. ricikloni, bëni torbrat për xhinse, se kur vi momenti që do bëni pazaret për Krishtinë janë më të forta, kështu që Shumë e vlen, Faleminderit, ja ka Faleminderit.